Bishop Rock, ishujt Scilly, Mbretëria e Bashkuar, 45 metër katror. Shpesh përmendet si ishulli më i vogël në botë, i cili ka vetëm godinën një fari në territorin e tij. Ai është një dalje e vogël shkëmbi dhe ka një sipërfaqe afërsisht rreth 45 metër katror në bazën e tij. I ndodhur në ishujt Scilly, të cilët janë një arkipelag 45 kilometra larg majës jugperëndimore të Cornwall, Angli, në krahun verior të Atlantikut dhe pa asgjë përveç detit të hapur përreth dhe Amerikës së largët nga krahu tjetër, ai shtronon pjesën më perëndimore të Anglisë. Nevoja për një far në Bishop Rock u bë e dukshme për shkak të mbytjeve të shumta të anijeve në zonë. Përpjekja e parë për të ndërtuar një far filloi në 1847, kohë kur inxhinieri James Walker projektoi një kull prej gize me vida. Sidoqoftë, kjo strukturë u shkatëruan nga një stuhi në shkurt të 1850-s përpara se të instalohej feneri. I pashqetësuar, James Walker filloi një përpjekje të dytë, këtë herë duke përdorur një strukturë graniti më të fortë. Fari ndriçoi për herë të parë më 1 shtator 1858. Kulla 35 metra e gjatë përmbante 2500 ton granit të veshur. Bishop Rock Lighthouse u automatizua më 15 dhjetor 1992 dhe rojet e fundit të farit u hoqën më 21 dhjetor 1992.